Në kuadër të Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës, ky fundit organizoi një nga aktivitetet më të rëndësishme akademike të këtij viti, kushtuar 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edicioni i si vjetmë u zhvillua me temën 250 vjet si një fener i demokracisë për botën, duke vënë në fokus rëndësinë e demokracisë, lirisë dhe bashkëpunimit ndërmjet kombeve. Aktiviteti mblodhi përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, diplomat, akademik si dhe ish përfitues të programeve të shkëmbimit. Në fjalën e tij, rektori i Universitetit të Prishtinës, Arben Hajrullahu, vlerësoi se 250 vjetori i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqëson shumë më tepër se sa një përvjetor kombëtar. Është privilegj për mua të jem sot me ju, ndërsa shënojmë një moment vërtet historik. 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky përvjetor është shumë më tepër se sa festimi i lindjes së një shteti. Ai është një moment për të reflektuar mbi idetë që kanë formsuar shoqëritë dhe shtetet demokratike dhe që do të vazhdojnë të frymëzojnë brezat në përpjekjet e tyre për liri, drejtësi dhe dinjitet njerëzor. 250 vjet më parë, deklarata e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndryshoi jo vetëm rrjedhën e historisë së një kombi, por edhe mënyrën se si bota e kuptonte lirin, përfaqësimin dhe marrëdhënien ndërmjet qytetarëve dhe atyre që i qeverisin. E themeluar mbi idealet e përhershme të jetës, lirisë dhe kërkimit të lumturisë, Shtetet e Bashkuara nisën një rrugtim të mbështetur në bindjen e thellë se çdo njeri gëzon dinjitet të lindur, se liria është një drejtë themelore dhe se një qeveri legjitime merr autoritetin e saj nga populli të cilit i shërben. Thirrja nuk ka taksim pa përfaqësim mishëron të këtë bindje të thellë. Ajo nuk ishte thjesht një protestë kundër taksave, por një pohem se njerëzit kanë të drejtë të kenë zënë në vendimet që ndikojnë në jetën e tyre, se pushteti duhet të jetë përgjegjës dhe se institucionet duhet të ndërtohen mbi besimin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Ndërkaq, kryeministrin në detyrë Albin Kurti theksoi se përvoja historike e demokracisë amerikane ofron mësime të vlefshme për përballjen me sfidat bashkëkohore. Të nderuar zonja dhe zotrin, është kënaqësi e veçantë për mua të flas në hapje të këtij aktiviteti unik, të bashkëorganizuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në nder të 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, së bashku me Universitetin e Prishtinës dhe Bordin Kosovar-Amerikan për shkëmbime arsimore. Dëshiroj ta falenderoj veçanërisht rektorin Arben Hajrullahu për mikpritjen e sotme dhe të uroj mirëseardhje të gjithë pjesëmarrësve të Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës, disa prej të cilëve kanë udhëtuar nga vende të ndryshme të botës për të qenë këtu përfshirë 32 studentë dhe 7 profesor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që të paktën prej një studimi mbi demokracinë në Amerikë, një diskutim serioz mbi idealin demokratik, nuk mund të zhvillohet pa u ndalur të mënyra se si ai është mishëruar në kontekstin amerikan. Fati i këtij ideali në epokën moderne është faqur në mënyrën më të qartë dhe me domethënëse në historinë e Shteteve të Bashkuara. Siç dihet, themeluesit e Amerikës nuk ishin shumë të prirur ta përdornin fjalën demokraci. Ata parapelqenin terma si republik, republikan dhe të ngjashme. Arsyeja ishte se demokracia për ta nënkuptonte një formë të veçantë të saj, pra demokracinë lashtë athinase, të cilën e konsideronin të papërshtatshme për kushtet e botës moderne. Megjithatë, ruajtja e elementeve më të mira të demokracisë së lashtë athinase ishte prej pyetjeve themelore që i prekuponte etërit themelues amerikan, ndërsa përpiqeshin të përcaktonin formën politike që do të merrnin Shtetet e Bashkuara pas fitimit të pavarësisë. Përfaqësuesja e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë u shpreh se 250 vjetori Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një moment reflektimi mbi idealet e lirisë, veçeverisjes dhe arsimit. Sipas saj, historia e Kosovës në shumë dimensione pasqyron rrugtimin që kanë bërë Shtetet e Bashkuara drejt pavarësisë dhe konsolidimit të demokracisë.
2 sheku e gjysmë më parë, themeluesit e Amerikës nisën ndërtimin e një shteti të bazuar në liri. Vetë mbështetje dhe bindjen se çdo brez mund të formsojë vetë ardhmen e tij. Ata besonin se një popull i lirë që qeveris vetveten mund të arrinte madhështi jo vetëm për veten, por edhe për mbar botën. Historia e Kosovës për pavarësi, qëndrueshmëri dhe shpresë i ngjan në shumë mënyra historisë amerikane. Të dyja vendet tona e dinë çfarë do të thotë të luftosh për lirinë, të investosh të rinjët dhe të besosh se nesërmja mund të jetë më e mirë se sotmja. Këtu në Universitetin e Prishtinës ju ndani të njëjtin përkushtim për të investuar të rinj dhe për të ndërtuar një të ardhmen më të mirë për Kosovën. Përmes Universitetit Veror Ndërkombëtar ju keni mbështetur të rinjtë e Kosovës dhe i keni lidhur ata me vlerën amerikane të arsimit. Është vërtet e mrekullueshme që këtë javë dhe javën e ardhshme këtu ndodhen 32 studentë dhe 7 profesorë studiues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa prej jush kanë ardhur në Kosovë për herë të parë, ndërsa të tjerë mund të jenë rikthyer pas disa vitesh. Jam e bindur se të gjithë e keni përjetuar një lloj tronditje kulturore duke jetuar në një vend tjetër, por edhe entuziazmin që sjell shijimi i ushqimeve të reja, krijimi i miqësive të reja dhe ndërtimi i urave ndërmjet kulturave të ndryshme. Ju inkurajoj që të vazhdoni këtë marrëdhënie me kolegët tuaj nga vende të tjera dhe pasi të përfundoni këtë program. Më pas, diskutimi vazhdoi me një panel mbi rolin historik të Shteteve të Bashkuara në promovimin e demokracisë dhe rëndësinë e bashkëpunimit akademik ndërmjet Kosovës dhe SBA-s. Në panel mori pjesë edhe ambasadori i parë i Kosovës në Washington, Avnes Pahio.